Mirë se erdhët në Letra të Fenj, jam Diana dhe do bëj leximin e radhës për ju, Luan. E kam ndarë leximin në 3 faza, që është punë, ekonomi apo financa, dashuri dhe e ardhmja, rezultati gjithë asaj që po ju pret. Në financat kemi 8 të shkopive, kemi 9 të kupës dhe mbreti i kupës. Në fakt kjo është kogja një energji shpërthyese e Luan, gjërat po lëvizin apo do fillojnë të lëvizin shpejt. Shumë më shpejt se sa keni pritur apo jeni mësuar. Nuk është fazë pritje, është fazë reagimi. Mund të marrësh lajme të papritura, punë, para, mundësi, dikush të kontakton për diçka konkrete. Situatat që kanë qenë të bllokuara fillojnë të ecin papritur. Por problemi këtu është nëse nuk reagon shpejt, të ikën nga dora. Të jeni sy hapur për ato gjëra që po prisni, dhe pak do thosha e keni çuar duart. 9 të kupës, kjo është kënaqësia. Mjafton ta shikoni letrën dhe të mos dini fare të lexoni. Shikoni, sikur kur nxjerr atë gjinin nga llamba dhe kërkon atë që dëshiron. Është një energji e tillë. Energjitë nuk funksionojnë të thotë dikush, "Hey, zgjohu, se jam këtu dhe dua të të ndihmoj." Ne duhet jemi të aftë kapim ato energji, ato mundësi, ato alternativa, apo themi sy hapur. Kjo është ajo që po flas. Një dëshirë po afrohet shumë, pra, kjo le të tregon, ose po realizohet pothuajse plotësisht, ndihesh më mirë, më i kënaqur dhe më i sigurt. Por ka një rrezik, mund të bëhesh rehatë, mos u bësh shumë rehatë dhe të ndalesh aty ku je. Këtu është pra, dhe ato që vinë të mirat, të vazhdosh me të njëjtin ritëm. Kjo është prekuri emocionale, është mbreti i kupës. Në financat ti nuk e humb kontrollin, mos ke frikë që ta humbësh kontrollin edhe nëse ecën gjërat shpejt apo ti vepron shpejt. Në praktik do të dish të menaxhosh situatat, nuk do bësh vendime të nxituara, por ndonjëherë mund të mos kërkosh më shumë nga frika e prishjes së balancës. Dhe këtu duhet të pretendoni dhe të vazhdoni duke vepruar drejt asaj, më shumë, akoma më shumë. Gjërat pra po përshpejtohen, Luan, arrin në një nivel kënaqësie dhe duhet të menaxhosh me qetësi që të mos e prishësh. Reago shpejt, por mos u bëj impulsiv. Dhe mbi të gjitha mos u kënaq me pak, nëse ke mundësi, që mundësit janë aty për më shumë. Dashuran rendja, apo radha e dytë, dashuria, është 4 të monedhës, bota dhe 7 të monedhës. Sikur në dashuri e pak e mbyllur, apo e mbyllur, nuk hapesh lehtë, nuk jep shumë nga vetja. I mban ndjenjat për vete, ke frikë të mbasësh kontrollin, nuk e lë veten të përfshihesh plotësisht. Bota tregon mbyllje cikli shumë të rëndësishëm. Një histori, cila do qoftë ajo, ka mbaruar, edhe nëse ti e mban akoma brenda. Kjo nuk është ndoshta mbaron. Kjo është ka mbaruar, ose në fakt duhet mbaroj. 7 të monedhës, të dashur, këtu fillon reflektimi. A ja vleti gjithë kjo që investova në këtë dashuri, atë që dash? Po mendon nëse të vazhdosh apo jo? Po analizon kohën, energjinë dhe ndjenjat që ke dhënë. Je e mbyllur apo i mbyllur? Një cikël po mbyllet pra, dhe ti fillon të mendosh nëse ka kuptim të vazhdosh apo ta lësh aty dhe të ecësh para. Luan, mos u ka pas asaj që ka përfunduar. Ti shumë mirë di këtë gjë. Reflekto, por mos u ngec aty. Rendi 3 është rezultati dhe ardhmja. Kemi strength, që të forca,
Pastaj kemi të dëshuruarit, që nuk ka të bëjë në fakt me asgjë, me këtë vetëm janë zgjedhje, dhe faqe e kupës. Strength do thotë të kesh një kontroll të mbrëmshëm. Ti nuk shpërthen më si më parë, por mëson të kontrollosh veten. Nuk reagon me impuls, përmban emocionet, zgjedh të jesh i fortë dhe jo e dobët. Kjo është një zgjedhje shumë e rëndësishme, siç thashë të dashuruarit. Nuk është thjesht dashuri, është vendim që ndikon në drejtimin e jetës tënde. Zgjedhje pra, mund të jetë mes dy personave, mes të kaluarës dhe të ardhmes, ose mes zemrës dhe logjikës. Faqe e kupës, kjo sjell një fillim të ri emocional, jo i madh, jo, por i sinqert. Një mesazh, një njohje e re, apo një ndjenjë e pastër që mund të jetë dhe me partnerin aktual, që fillon nga zero. Një fillim. Pra, mban veten, bën zgjedhje të rëndësishme dhe pastaj hapesh për një fillim të ri më të pastër. Mos e qo këtë fillim të ri në bagazhin e vjetër. Nëse do diçka ndryshe, duhet të sillesh ndryshe. Dashuran, shpejtësia të çon përpara, zgjedhjet të përcakton drejtimin, por vetëm nëse lë të kaluarën pas, merr atë që vërtet e meriton. Pra, është shumë i qartë leximi juaj. Në financa mundësi të shpejta që duhet kapur. Në dashuri mbyllje cikli dhe reflektimi, që nuk do thotë patjetër ndarje, të përmbyllni një kapitull dhe të filloni me një faqe të re, me një person aktual. Në të ardhmen forcë dhe zgjedhje, fillime të reja, sikur çdo gjë do bëhet e re, nga që ju do pretendoni më shumë.